Albin konkretisht për kur. Ai ka bërë me mua, ai bërë me Shikusta. Ka dhënë një deklaratë opozitës, jo. Ka dhënë një deklaratë opozitës, një deklaratë opozitës. Dëgjojmë Visarin. Po pranojmë Vjosën. Proshër, lutem. Po Visar. Ti ma bane pyetjen konkrete për lëvizjen vetëvendosën të përgjigja. Po nëse më pyet për opozitën, unë besoj që opozita patjetër që duhet të bashkëpunojë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosë dhe të gjithë bashkë ta zgjidhin këtë situatë. Nuk është fort e rëndësishme në çdo situatë e amni çka është më rëndësi me zgjidh këtë çështje, edhe me ndryshu amandamentin për zgjedhjen e presidentit, sepse kjo pjesa e lëvizjeve vetëvendosje, mbi saktësisht që 5 vjet e ka pas në sirtar këtë amandament dhe kanë mujtë së bashku me Vjosën me zgjedh këtë çështje dhe mos më na lanë këtë problematikë. Patjetër që kanë mujtë, me pak vullnet dhe dëshirë këtë çështje. A ti ç'është mui? Ta garantoj unë. Po ti ka më një folim konkretisht, nuk a dishë nuk, atë kanë thënë nuk muin, si dush mi pas edhe serb mbrana. Ata men 2/3 të serbëve kanë votu, sepse me votu serb. Ka më dojë gjithmonë një president për shqiptarëve, s'ka me pas minoritet serb. Pra serb nuk ka si kjo është nuk ekziston, asot nuk ka shoh. Ta marrë të fond. Kjo është biznesi këtyve ku muj me bë, domethënë muj me bë manipulime që për mën mune i kam votat. Pra serb nuk kanë me ta votu qëta. S'ka më boçka. Çfarë votash? Do të them vitin e kaluar, zgjedhjen e nën kryetarëve mos ishte pak, po ja, nuk e zgjodh një nën kryetar serb i cili është dashur të zgjidhet sipas kushtetutës. Pra u zgjodh Nat Rashiçi, kur edhe kushtetuta ose gjykata kushtetute e hodhi poshtë zgjedhjen e tina. As në çdo situatë president nuk ka shansa mos zgjedh i nacionit serb, sepse nuk ka